Përshëndetje nga një video tjetër këtu në kanalin tim. Sot dita në fakt ka nisur shumë bukur sepse kemi një ditë shumë të bukur vjeshte, edhe unë e kam marrë me nge, jam duke bërë të gjitha gjërat që kam në plan, sepse dua që në fund të kemi një video sa më të bukur. Kam menduar shumë gjëra të bukura dhe ju ftoj ta shihni deri në fund këtë video në mënyrë që të shikoni se çfarë do të kemi, gjëra të reja, receta të reja dhe shumë gjëra të bukura. Un kam pirë kafen time të paradites, edhe pse ora është 1 e drekës, por siç ju thash e kam marrë me qetësi, me nge, edhe po i bëj gjërat avash avash. Tani në fakt isha duke zbritur për tek obori sepse më ka ngelur dhe pak rush. Nuk e di ç'mu desh mua që po merrem me rushin, por e bëra që bëra, tani kam edhe këtë pjesën e fundit sot, edhe mbarojmë, do ta përfundoj. Kam shtruar këtu këtë rrugicën që është si lesh, sepse është shumë e ngrohtë edhe e kisha haruar fare në fakt që e kisha, por unë nga që gatuaj shumë këtu në kuzhinë, edhe ndonjëherë rri zbathur pa shapka, edhe duhet kjo rrugica sepse na i mban këmbën ngrohtë. Kam mbledhur lule të reja tek kopshti, lule bore, dhe i kam vendosur në një vazo, të cilat ngjajnë shumë bukur. Kam ngrënë mëngjesin, kam pirë kafe siç ju thash. Sot kam menduar që të zbres pak poshtë tek rrushi, edhe më pas kemi për të larë të gjithë mini barin e kuzhinës. Është ajo tek cepi, nuk e di nëse e krijoni si ide se për këtë them, por duhet t'i laj të gjitha ato gotat edhe mendoj se t'i lajm të gjitha bashk. E di që ju pëlqejnë këto videot e gatimit, të pastrimit, dhe kam vënë re që videot që unë dal xhiro, që bëj shopping apo këto, nuk është se i doni shumë. I shikoni, por nuk është se i doni shumë, edhe kam vënë re që këto që unë gatuaj, që pastroj në shtëpi, janë të preferuara tuaja, kështu që do fokusohemi te kjo gjëja. Kam nxjerrë edhe një poll në Instagram edhe në YouTube, këtu në një post, ku kam shkruar disa zgjedhje për ju, disa tematika videosh, dhe ju më e shumta që keni zgjedhur, do marr telefonin dhe do ju tregoj pak se çfarë keni. Nga postimi që kam nxjerr para 2 ditësh, të e kam nxjerr pardje, kam nxjerr se nga që isha duke planifikuar videot e këtyre ditëve që dua të bëj, edhe kam nxjerr disa tema që ju t'i zgjidhnit, edhe kam shkruar recetat, çfarë përgatis unë gjatë javës, organizim dhe life hacks për shtëpinë, vlogs të përditshme dhe mini seri, dhe 4-ta ka qenë veshje dhe stil vjeshte, dhe kam marrë 41 vota, dhe nga këto 49% më shumë kam marrë organizim dhe life hacks. Tani nuk e di nëse se besoj se dallohet, sepse është pak si dritë e fortë, por gjithsesi, nuk e di. Ja, këtu dallohet, edhe 49% i ka marrë organizim dhe pastrimi i shtëpisë, life hacks, kështu që të fokusohemi më shumë te kjo. Shpresoj që t'i pëlqejnë këto videot dhe të krijojmë edhe t'ju tregoj edhe juve hacks për pastrimin e shtëpisë, ide të ndryshme që unë shikoj dhe dua t'i praktikoj edhe këtu me ju. Kështu që qëndroni në këtë kanal për më shumë video të bukura. Kanë kaluar disa orë edhe unë tani do përgatis pak darkën, sepse ora shkoj goxha 6:30 dhe derisa të bëhet, shkon fiks orari për të ngrënë darkën. Në fakt nuk kisha asnjë ide se çfarë do përgatisja, por mendova, duke qenë se kam një patate të ëmbël, do e bëjmë një patate të ëmbël në furrë të mbushur dhe do e bëjmë në një mënyrë të cilën e pash në Pinterest, edhe më duk shumë e shijshme. Bëhet me këto përbërësit e sezonit. Në fakt duheshin edhe domate të thata, por duke qenë se unë nuk kam, do t'i zëvendësoj me kumbull të thatë, me sheg, sepse edhe shegën e kishte, edhe me gjizë, edhe me erëza të ndryshme. Do t'ja tregoj se si, edhe se si do t'na dalë, se çfarë shije do ketë, nuk e di sepse është hera parë që po e bëj, por besoj se do na dalë shumë e shijshme. Tjetër çfarë do bëjmë? Duhet të pastrojmë të gjithë gotat e qelqit që ju thash që në drek, po ju tregoj se si është mini bari i vogël që ne kemi, dhe duhet i heq që të gjitha dhe t'i pastroj, t'i lajm në sakt,
Ti lajmë një nga një dhe ti kemi të pastra dhe të gjajnë bukur. Jemi nga dita tjetër e këtij vlogut, unë jam bërë gati edhe duhet të shkoj pak në market, këtu afër shtëpisë në fakt, nuk është se do shkoj larg. Duhet të marr disa gjëra dhe gjithashtu kam nxjerrë që dje në darkë tharmën edhe kam ushqyer, kam lënë gjithë natën jashtë dhe ishte super aktivizuar, do ju lë një video këtu që ta shikoni, sepse e postova edhe në Instagram. Edhe bëra edhe aty një pyetësor se çfarë mund të përgatis sot me tharmën. Unë e di se ç'o të përgatis, por ju bëra një pyetje edhe njerëzve që më ndjekin në Instagram. Kam menduar të bëj 2 receta me to, nuk doja u tregoj që tani, në mënyrë që ju të arrini të shihni të gjithë videon dhe të zbuloni bashkë me mua se çfarë do përgatisim. Është një ëmbëlsirë, është një recetë e ëmbël dhe një recetë e kripur. Të dyja janë të kohës tani, sepse konsumohen shumë edhe pëlqehen nga njerëzit. Dhe prandaj mendova ta përgatis ndryshe, ta bëj me tharmë dhe jo me maja. Kështu që duhet të iki në market që të blej disa gjëra që më duhen, sepse kemi shumë receta për të bërë këto ditë në këtë vlog. Gjëra të bukura po na vijnë, por unë nuk dua të flas për asnjë lloj gjëje tjetër, kështu që duhet të blejmë gjërat që na duhen edhe të vim në shtëpi dhe të merremi me këto recetat. Kam menduar gjëra shumë të bukura dhe që shpresoj t'ju pëlqejnë edhe juve. Shkoj tani shpejt se çfarë bleva në market. Kam shkuar shpejt edhe mora çdo gjë që më duhet, sepse kam një gjë të mirë që çdo gjë që më duhet e shkruaj në telefon edhe nuk hallakatëm kot nëpër market se çfarë do marr apo mos harroj në një gjë. Kështu që vazhdojmë tek trasta ime se çfarë kam marr, sepse i kam ndarë. Kam marr baking powder, do më duhet për një recetë, jo për këto që do bëjmë sot. Kam marr kakao sepse më duhet për një recetë që s'po ja u them akoma. Kam marr një kafe turke, sepse ju e dini fiksimin tim me kafen turke, është e vetmja që unë pi kur jam këtu në Shqipëri, ose te kafenato ose në shtëpi pi këtë kafen turke. Këtu kam marr disa kokraves, sepse na duhen për pandisfajn, do bëj një pandisfajn me kakao, edhe më duheshin vezët. Tjetër se çfarë mora disa moll që unë isha tek shtëpia e Xhesit, edhe prindrit e tij e marrin moll edhe gjëra bio nga Korça. Më than, a do moll që dua se unë nuk e ha, edhe ja, tani vjen puna që unë shkoj dhe i ble, sepse më duhen për recetën, jo se do t'i ha kështu, përse gjalli si që unë i ha. Tani këtu kam marr disa bojra, këto janë akrilik, bojra akrilik, janë 12 ngjyra të ndryshme. Mua më duhet në fakt vetëm ngjyra e bardhë, por duke qenë se kjo ishte e paketuar, i mora të gjitha dhe kemi kafen, kemi bordeaux, kemi limonin, ngjyrë portokalli, kemi këto jeshilet dhe mirë. Më duket se një furçe e kam në shtëpi, kështu që e kemi gati. Do thoni ju për çfarë do të duhen këto. Unë kam menduar që të pikturoj kungullin, sepse kungulli po na rin mbi banak. Recetë nuk po e bëjmë, sepse kemi për dekor, edhe kam parë disa ide që të pikturoj kungullin dhe të duket akoma dhe më i bukur. Gjithashtu, dua të pikturoj edhe një finxhan të madh të bardhë, të cilin e kam në balkon, ku në të cilin kisha mbjell rozmarin ose bërzilok më duket, por sa herë kam ikur në Finland, ajo është tharë. Edhe tani çfarë do ta bëjmë? Do ta pastrojmë nga dheu që ka, edhe do ta pikturojmë nga jashtë. Nuk e di se si do ta bëj atë finxhanin dhe nuk e di se çfarë do të shtoj brenda saj, por mbase mund të marr. Poshtë unë kam disa lule që janë kadife, nuk e di se si quhen ndryshe, që janë kafe, tamam të stinës tani, dhe mund të mbjell 2-3 rëj nga ato, duke qenë se janë edhe të çelura me lule, dhe ta kemi këtu te kuzhina, dhe ngjaj goxha bukur në fakt. Tjetër çfarë kam marr tek marketi? Unë nuk blej asnjëherë sallamra.
do me thënë kam marrë vetëm atë mortadelen te Pro Natyra dhe nga këto paketimet kështu unë nuk është se marr shumë rrallë. Do me thënë mund të kem kaluar 6 muaj që unë s'kam bler nga këto lloj sallamesh, por ndonjëherë të shkon mendja, kështu që mora këtë Lukanikun i Hakos. Në fakt doja një mark tjetër, një mark tjetër të sallamave, por nuk e kishin, kështu që mora këtë. Mora këtë mielin nga Ola, i cili është me këtë shenjën, me këtë figurën e picës, dhe po ta shikoni, nëse ju doni të bëni gatime në shtëpi, të cilat duhet të kenë proteinën e lartë, për shembull siç unë bëj bukën me tharm, apo siç do bëj dhe këto 2 recetat, ato duhen ta kenë mielin tip 00 për edhe proteinën e lartë. Kështu që kjo, ndryshe nga ato miell Olat e tjera, të cilën e kanë 12 ose 12.5, ky e ka 16, proteina 16 gram. Kështu që është super për të bërë këto receta që unë kam menduar. Kam marrë një miell farina, sepse më duhet për pandispanjën, duhet që t'ja shtoj kësaj radhe miell për ëmbëlsira, mora edhe një sheqer, të cilën e përdor vetëm për receta, unë vetë nuk e konsumoj sheqerin, edhe kafen turke e pi 0 sheqer, kështu që këto janë të gjitha gjërat që mora në market. Tani, çfarë dua të bëj? Do i tregoj pak tharmën, në të cilën ka kaluar 1 orë e pak, ku unë e kam ushqyer prap, nuk e di nëse dallohet, se s'dua ta kthej shumë se derdhet, por kjo është arma të cilën e kam ushqyer para 1 ore e gjysmë. Tani unë dua ta lë edhe 2 orë të tjera ose 1 orë tjetër të paktën, dhe gjatë kohës që unë e lë këtë që të aktivizohet akoma dhe më shumë dhe të rritë të pushoj, do pikturojmë kungullin dhe finxhanin. Dhe më pas do vazhdojmë me recetat që ju kam thënë që në fillim. Pikturimin e kungullit dhe të finxhanit e përfundova, por duhet i lë shumë që të thahen, sidomos finxhanin, sepse dua që te finxhani të mbjell atë lulen që ju thash, por do ta mbjellim nesër, ta lëm sot plotësisht që të thahet edhe gjatë natës. Ky është kungulli, mund ta kisha bërë edhe më bukur, por nuk i kisha furçat e mira. Mendoja se i kisha një furçë të mirë në shtëpi, sepse nëse do ishte kështu, do kisha bler një tjetër te kancelaria dhe do kisha fiks për të bërë fantazmat. Jam munduar, kungulli ka dalë kështu, ngjan çeksi i frikshëm, por jo ndonjë gjë kush e di. Mundova ta ndryshoja edhe duket në këtë lloj mënyre. Por nga këto të dyja më shumë më pëlqen finxhani. Finxhanin e kam qarë. Nuk e di, mua më pëlqen shumë se si ka dalë. Është kështu. Dhe nga ana tjetër kam bërë dhe këtë lulen. Shikoni pak se sa e bukur që është, se nuk dua ta rrotulloj edhe shumë në fakt se mos e prish sepse është akoma e njohur. Dhe kjo është lulja, kam bërë përzgjedhje të ngjyrave që të dilnin këto të kuqe rremtat si kafe, në mënyrë që t'i përshtatemi dhe stinës. Ky është finxhani. Tani, është momenti që do përgatisim brumrat që na duhen për 2 recetat. Receta e parë që do përgatis është focaccia me mollë, me sheqer kafe dhe kanellë.
Nuk e di, po më duket një kombinim shumë i mirë. Ne jemi mësuar gjithmonë që të provojmë edhe të ham focaccian që është klasikja, që është e kripur, që bëhet me domate, me bërzilok, me rozmarin, me ullinj, me djathra të ndryshme. Kështu që mendova të përgatisim një focaccia, ta përshtasim me stinën e vjeshtës edhe me këto përbërësit që konsumohen tani në këtë periudhë, siç është molla, kanella, që preferohen shumë. Tani kam recetën këtu tek telefoni, por së fillim do kapim flokët, që mos na bjerë ndonjë flok. Do të na duhet për këtë recetë 100 gram nga brumi i tharmës, që unë e kam këtu. Dhe si që thash, e kam ushqyer që në mëngjes e ushqeva dhe dje në darkë, e kisha lënë jashtë në temperaturë ambienti dhe para 20 minutash e kam përzierë sepse ishte mbushur plot, edhe për plot ishte gati duke u derdhur dhe këtu e kam, po e lë këtë qesen këtu. Dhe do të na duhet 100 gram starter, do me thënë tharma. Tjetër do të na duhet 250 gram ujë i vakët, e kam këtu. Do të na duhet sheqer, kemi vazo, do na duhet pak krip dhe gjithashtu do na duhet 320 gram miell, është ky mielli që bleva që ka 16 gram protein, sepse ndikon në ardhjen e brumit, dhe do na duhet gjithashtu dhe vaj ulliri që e kam te kjo ena këtu. Shpresoj që flokët i kem në rregull dhe mos ngjoj si e çmendur. Tani do marrim një enë të thellë në mënyrë që në fillim dhe do të na duhet 100 gram starter. Edhe pak. Dhe e kemi 100 gram fix. E lëm këtu me njanë. Dhe gjithashtu 250 gram ujë. Të marrim pak këtë telin. Dhe na duhen, në fakt, ta zeroj këtë, edhe të shtojmë 250 gram ujë. Tani unë e di që kjo gota në 250, por që t'jemi të sakt. Edhe pak, edhe një pik, u bën. Tani do i përzim këto, derisa të tretet tharma. Uji të jetë i vakët, jo i nxehtë, dhe do shtojmë kripën dhe sheqerin, sheqerin edhe vajin. Do të na duhen 20 gram sheqer, po lë këtë këtu tek farcaletat, dhe po marr një lugë. Na duhet 20 gram sheqer. O zot. Marr një lugë tjetër dhe na duhet 20 gram sheqer. 8. Edhe një lugë. Fix fare. Dhe gjithashtu vaj ulliri. Edhe vaj ulliri ishte 20 gram vaj ulliri. Po, 20 gram vaj ulliri. Tani, keq pak të kapaku më. Që të bjerë më shumë vaj.
Hello, Sergja! Jemi nga dita tjetër e këtij vlogu dhe do ju tregoj pak se si duken brumrat që ne i kemi përgatitur nga dje. Shikoni pak se sa ka ardhur. Unë këtë e kam palosur shumë herë gjatë ditës dje deri sa kam fjetur gjumë. Sot nuk e kam prekur fare dhe kjo është gjendja. Dhe mesi pres tani të bëj reelsat sepse dua të përgatis 2 reelsa për Instagramin. Këtu pastaj që është gjithë fluska, do ju kthej kamerën sepse nuk dua ta ngrej kështu. Nuk e di nëse dallohet pak. Shikoni pak si tundet. Ky është brumi i focaccias dhe tani do përgatis 2 reelsat. Ju ftoj të shikoni tek Instagrami im, të cilën do ja u lë këtu, për shumë herë ja u am lënë, besoj se e dini emrin në Instagramin tim. Por gjithsesi, nëse doni t'i hidhni një sy, po ja u lë emrin aty. Edhe tani mezi pres t'i përgatis këto 2 receta. Jam edhe e veshur, jam bërë gati, kam bërë thonjkat. Edhe do përgatisim këto 2 receta që po na presin, edhe ta mbyllim këtë vlog me sukses dhe që t'ju pëlqej sa më shumë. Tani po e mbyll kamerën, po e bëj gati ambientin këtu për të bërë reelsin. Këto janë dhe bagels, të cilat do t'i lëm rreth 30 minuta në temperaturë ambienti jashtë, që të aktivizohen akoma dhe më shumë. Unë harova që të filmoj procesin që i vendosim tek tenxhere me ujë, që e kam aty, por do ja u lë reelsin, ose mund ta shihni te Instagrami im, sepse atje e kam treguar të fiksit që bëhen. Por këto do t'i pjekim për 25 minuta në 220 gradë, varet nga fura që ju keni, sepse bëhen shumë shpejt. Ndërkohë edhe focaccia është gati për të futur në furrë, kanë kaluar 45 minuta që unë e kam lënë, do ja u tregoj tani. Ndërkohë kam ndezur edhe furrën në 190 gradë. Këtu kemi edhe focaccia, e cila është aktivizuar akoma dhe më shumë, dhe për pak ta fus në furrë.
ishin të gjitha recetat që unë kisha menduar për këtë vlog. Shpresoj shumë që t'ju kenë pëlqyer. Kjo focaccia me moll, njerë ka dalë perl, ka marrë erë gjithë shtëpia, era kanell, era moll dhe është shumë e mirë. Edhe këto bagels kanë dalë super të mira, mezi pres nesër në mëngjes që të përgatis diçka për mëngjesin tim. Edhe ky ishte vlogu, një vlog ndryshe. Jo dhe shumë ndryshe, sepse jeni mësuar të më shihni me receta dhe me pastrimet e shtëpisë, por një vlog i kaluar në shtëpi me të gjitha këto aktivitetet që unë bëj dhe i kaloj ditët e mia. Nuk është se janë gjëra që unë i bëj thjesht për të dukur në video, por janë gjëra që vërtet mua më pëlqen t'i bëj dhe t'i kaloj vërtet. Kështu janë ditët e mia, jeta ime, edhe unë ndihem shumë mirë dhe më pëlqen që e bëj këtë gjë. Shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe të shihemi në video të tjera akoma dhe më të bukura. Faqim!